Ndërkombëtarët kanë vënë në monitorim Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Java që vjen do të jetë shumë e ngjeshur për anëtarët e këtij këshilli, pasi në datën 9 dhjetor do zgjidhet kreu i ri i Byros së Hetimit dhe në datën 11 kreu i ri i SPAK. Për kreun e BKH është propozuar emri i Joni Ketës dhe pritet të mos ketë surpriza, ndërsa sa i takon kreut të SPAK janë në garë 4 emra: Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gogaj, që në shtator SBA dhe ambasadori gjerman kanë patur takime në KLP, pasi kanë dyshime se politika mund të ndërhyjë në proces. Takimet janë rikthyer dhe mesazhet kanë qenë të prera. Ambasada gjermane njofton se ambasadori Bergner është takuar me kryetaren e KLP Mirela Bogdani dhe një sër antarësh të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai nënvizoi rolin e rëndësishëm që KLP luan në ruajtjen e pavarësisë, integritetit, cilësisë dhe efikasitetit të prokurorive në Shqipëri. Ambasadori inkurajoi Këshillin të kryejë detyrat e tij në mënyrë aktive, me përgjegjësi dhe vetdije. Bergner theksoi rëndësinë e zgjedhjes së ardhshme të pasardhësit në detyrë të Altin Dumanit si kreu i prokurorisë së posaçme SPAK. Burime brenda sistemit tregojnë se takimet diplomatike me anëtarët e KLP do të vijojnë edhe gjatë ditëve në vijim. Vetë ambasada e SBA ka qenë e prerë disa herë. Integriteti i procesit për zgjedhjen e prokurorit të posaçëm të SPAK është thelbësor për vazhdimin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit organizuar ndërkombëtar dhe për forcimin e sigurisë së vendeve tona. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe prezenca e BE.